Qendra e studimeve albanologjike prej pak javësh ka bërë publik një zbulim tepër interesant. Është gjendur dhe identifikuar flamuri që i përket shoqërisë Drita. Kjo shoqëri është themeluar në 27 dhjetor të vitit 1884 në Bukuresht të Rumanisë. Ishin shqiptarët e mëdhenj që sakrifikuan për gjuhën shqipe dhe kombin shqiptar dhe dhanë kontributin e tyre për realizimin e pavarësisë së kombit shqiptar. Në fondin e etnografisë së Qendrës së Studimeve Albanologjike është zbuluar pikërisht flamuri i shoqërisë Drita. Deri më sot, flamuri ende nuk ishte studiuar dhe përpasoj nuk ishte një kartel historike shoqëruese. Fal studimit, më në fund ky flamur gëzon një përshkrim të detajuar. Flamuri i shoqërisë Drita bënte pjesë në grupin e flamujve që ne identifikuam në nëntor të vitit të kaluar, ndërkohë që tani ishte koha e përshtatshme për mbasi mbarova studimet dhe mbasi bëra këtë punë të studim individualisht dhe patjetër me ndihmën e profesor Frederikut arrita të gjej historikun e këtij flamuri. Le të themi që ky flamur ishte më i thjeshtë, studimi i këtij flamuri le ta quajmë që ishte më i thjeshtë se sa studimi i flamurive të tjerë, pasi ky flamur e kishte të shkruar emrin e kësaj shoqërie dhe datën e krijimit të kësaj shoqërie që ishte viti 1884. Kjo shoqëri u formua në Bukuresht nga një grup shqiptarësh të Bukureshtit dhe erdhi si pasojë e shkatërimit të lidhjes së Prizrenit dhe lindi nevoja të hapej kjo shoqëri, të formohej kjo shoqëri që kujdesej për botimin e librave në gjuhën shqipe dhe në të fal kësaj botuan shumë libra, shumë nga patriotët më në zë të Shqipërisë asaj kohe, si Naim Frashëri, Naum Qilargji, Astreni e të tjerë. Dhe ishte një emocion i rrallë për mua, le të them, që u mora personalisht me këtë studim, fal ndihmës së profesorit dhe fal një fotografie historike që më mundsua nga koleksionisti privat Niko Kotherja, i cili mbante në arkivin e tij një foto historike që i përkiste viteve 1888, në cilën ishte dhe flamuri i shoqërisë Drita. Flamuri që ne ruajmë aktualisht në fondet etnografike duhet të jetë një version më i ri se sa flamuri i fotos historike. Kjo është vënë re nga ndryshimet që ky flamur ka në foton historike nga flamuri jon aktual, sepse ndryshon shkrimi, që është më i vonshëm shkrimi i flamurit ton dhe më i hershëm ai i vitit 1888, ndryshojnë dhe disa simbole, siç është pjesa e yllit dhe një diçka interesante është për të theksuar që në pjesën e sipër flamuri ka simbolin e gjysmëhënës, sepse Shqipëria në atë kohë ishte në sundimin otoman dhe ka dhe një yll në cilën në foton tonë është me 8 cepa dhe është vizatuar në një kohë të mëvonshme me një laps karboni, një kryq ortodoks. Kjo na lën të kuptojmë edhe ato kontradita ndërmjet këtyre dy feve të krishterë dhe musliman që duhet kishte në ato vite. Ky ishte flamuri 5 që doli në pa duke filluar që nga nëntori vitit të kaluar deri në ditët e sotme. Ne vazhdimisht bëjmë kërkime dhe studime të këtyre objekteve që neve kemi në fonde etnografike, sepse një pjesë shumë e madhe për tyre fatkeqësisht nuk ka një historik të vetin dhe për këtë arsye na duhet shpesh të kërkojmë në arkiv si në dokumentacion dhe në fotografi historike për gjetur gjithmonë diçka të re dhe për të sjellë një risi të re në studimet tona mbi këto objekte që ne konservojmë. Disa muaj më parë, pikërisht në dhjetor të vitit 2011, u zbulua në fondin etnografik të Qendrës së Studimeve Albanologjike flamuri me të cilin u varros Ismail Qemali.
Pikërisht për këtë zbulim ne na tregon më shumë profesor Frederik Stamati. Ky zbulim është bërë në fund të muajit nëntor të vitit kaluar. Ndodhi situash jo i kërkuar, në rrugë kërkuar, por në rrugë rastësore. Ariola punonte për të bërë procedurat e zakonshme të kartelizimit të objekteve në fondin etnografik dhe ndërkohë zbuloi disa flamuj të cilët ishin të pa inventarizuar dhe me që unë kisha çik eksperiencë në këto trajtime flamujve, më ftoi për t'i parë ato. Kështu filloi kjo histori. Por vite më përpara ka pas qarkulluar në punonjësit e vjetër të fondit etnografik që në fondin etnografik ndodhet ndodhet flamuri i pavarësisë. Dhe 2-3 vjet përpara kontrollova arkivin e shtetit për të gjetur dokumentacion për muzeun kombëtar që ka qenë përpara çlirimit, nëse do të kishte një trashëgimi dhe një dokumentacion që të vërtetonte që ky flamur ndodhet në fondin etnografik. Duke kërkuar në arkivin e shtetit, gjeta disa dokumenta, të cilat tregonin për disa përpjekje të bëra gjatë viteve të 30-ta të shekullit kaluar për të siguruar flamurin e pavarësisë. Dhe një nga këto variantet që ekzistonte ishte një flamur i dorëzuar nga i biri Ismail Qemali dhe Tembe i Vlora, duke pretenduar se ky ishte flamuri i pavarësisë, siç tregohet nëpër dokumenta, por pastaj nga verifikimet e mëvonshme që u bën nga prefektura e Vlorës si edhe nga vetë muzeu kombëtar, rezultoi që ky nuk ishte flamuri që ishte ngritur atë ditë me 28 nëntor 1912, por ishte flamuri me cilin ishte varrosur Ismail Qemali. Në dokumentacion jepet përshkrimi me dimensionet, me ato se thosh mënyrën se si ishte përgatitur, stampimi i shqiponjës dhe duke krahasuar me fotografitë, rezultoi që ky ishte flamuri i përdorur për varrosjen e Ismail Qemalit në vitin 1919 dhe pastaj në vitin 1932 kur u bë rivarrimi në sheshin e flamurit. Në fondin e Qendrës së Studimeve Albanologjike gjenden të tjerë flamur, puna me të cilët është në proces e sipër.